Pasi kanë kaluar më shumë se 24 orë nga hyrja në fuqi, armëpushimi ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Donald Trump mes Izraelit dhe Iranit është respektuar pavarësisht shkëmbimit të kufizuar të zjarrit të orëve të para. Megjithatë, Donald Trump shpërtheu në kritika dhe akuza ndaj dy mediave të mëdha amerikane, CNN dhe New York Times, pasi hodhën dyshime se bombardimet amerikane të së dielës nuk i shkatërruan sitet bërthamore iraniane. Përmes një postimi në Truth, platformën sociale që ka në pronësi, Trump shkroi se CNN, që bën lajme të rreme së bashku me dështakun New York Times, u përpoqën të poshterojnë një prej sulmeve më të suksesshme ushtarake në histori. Për presidentin amerikan, sulmet në Iran shkatërruan plotësisht impiantet bërthamore. Shkrimet e dy mediave prestigjioze amerikane u referohen të dhënave të shërbimeve amerikane të zbulimit, që ngren dyshime se kapacitetet iraniane për pasurimin e uraniumit, që krijojnë mundësinë për prodhimin e armëve bërthamore, nuk janë asgjësuar. I vetmi dëm që është bërë Iranit është zgjatja me disa muaj e afatit të mundshëm të prodhimit të armëve bërthamore. E teksa as Tel Avivi dhe as Washingtoni nuk e dinë shkallën e saktë të dëmeve në impiantet bërthamore iraniane, parlamenti në Teheran votoi për tërheqjen e vendit nga Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore, e vetmja dritare monitorimi ndërkombëtar mbi zhvillimin e këtij programi nga Irani.